bë ligje shkeleshko për t'i knaq apetitet elektorale. Tani po du me u kthy te aktualiteti sot ku jam. Fatkeqësisht, sot ka hup serioziteti dhe interesimi që nxirren ligje të mirëfillta. Jam dëshmitare këto 2 javë të fundit, 10 ditë, 2 javë, jam dëshmitare vetë e mos seriozitetit që është tregu në punë në nxjerrjen e ligjeve që i kemi miratuar edhe javën e kaluar, edhe sot domethënë që i miratuam disa ligje në Kuvendin e Republikës Kosovës, sepse janë bë pa asnjë dozë të seriozitetit. Janë bë ligje shkeleshko për t'i knaq apetitet elektorale. Dhe thjesht nuk kemi pas hapësirën e mjaftueshme me i lexu ç'është duhet rand parë, sepse kanë bë duplifikim të mbledhjeve të komisionit në orare të njëjta. Të gjitha kanë shku me afate të përshpejtuara ose me procedura të përshpejtuara. Nuk i kemi qit asnjë listë, paktën ku unë jam pjesë atyre komisione, asnjë ligj nuk ka dalë në dëgjim publik, ku ti merr informacione se çka qysh si tek. Nuk kemi pas informatat e mjaftueshme prej zyrës ligjore, prej sponsorizuesit kur i kemi bë pyetje ose i kemi kritikuar ose kemi kërkuar më shumë detaje ose kemi dhënë argumente, nuk kemi pas ballafaqim të argumenteve, thjesht kemi votuar me automatizëm dhe kur tham kemi votuar, fjala është për shumicën sepse nuk kemi votuar të gjithë. Dhe ato ligje edhe sot u miratun Kuvendin e Kosovës. Vetëm edhe qëta, unë personalisht sot i bona thirrje kryetares së Kuvendit, që njëherët është edhe ushtruese e detyrës së presidentes dhe asaj do t'i takoj me e nënshkru për shembull ligjin për shtetësinë e Kosovës. Dhe ai ligj e rrezikon sigurinë e vendit nëse shkon ashtu si është. Dhe ja apelova që ajo të jetë e kujdesshme kur ta nënshkruani një ligj të tillë. Le ta qetë interesin shtetënor, interesin e Kosovës mbi interesin partijake dhe elektoral. Dhe prapo kthehem, nëse ne ligjet i shqyrtojmë me seriozitet, me procedura të rregullta dhe me vedije që këto ligje duhet të jenë në funksion të qytetarit dhe të shtetit, mund të rregullohet jo vetëm ky problem, por secili problem në Kosovë.